Bashkëpunimi me aleatin strategjik, partinë si motor gjermane CDU, ishte në qendër të takimit me Sali Berishës dhe zyrtarit të lartë të Bundestagut Christian Fërnek. Berisha bëri të ditur se opozita do të intensifikojë marrëdhëniet me Berlinin zyrtar për të garantuar që procesi i antarësimit të mos jetë një farsë, por një rrugëtim i bazuar në shtetin ligjor. Ram dakord që të intensifikojmë bashkëpunimin në interesin më të mirë të procesit të integrimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, i cili, theksoj dhe njerë, duhet jetë një proces i bazuar në merit, sepse vetëm një proces i bazuar në merit është interesi absolut i qytetarëve shqiptarë. Ndaj dhe kushtet për mendimin tim dhe jemi dakord me miq, duhet jetë një proces i bazuar në merit, çka ekzistojnë të gjitha mundësit, por jo me Edi Ramën. Edi Rama është garant dhe udhëheqës kryesor i klaneve të drogës në Shqipëri. Sipas liderit të demokratëve, Shqipëria sot shihet si një rrezik për sigurinë e Europës për shkak të krimit të organizuar, ndërsa hodhi poshtë pretendimet e mazhorancës se Partia Demokratike po pengon integrimin. Pavarësisht nga mashtrimet që bëjnë lobistët korruptiv të Edi Ramës, apo vetë Edi Rama me ministrat e tij, por ç'është e vërteta, edhe lobistët korruptiv të Edi Ramës që nuk janë, se mos kujtoni ju se janë të pakt, janë jo të pakt. Ata përpiqen ta paraqesin sikur kjo parti nuk ka ndërmend integrimin, por ka projekte veta në mënyrë të turpshme, por faktmirësisht këto mashtrime kanë marrë fund dhe janë kuptuar se ishin mashtrimet lobuara, të paguara nga Edi Rama. Ndaj dhe ne jemi të përqendruar që me miq tanë të vërtet procesit të integrimit të kontribojnë, të ndihmojnë që ky proces të jetë proces i bazuar në funksionim në shtetit ligjor, funksionimin e ekonomisë tregut, që është dhe interesi absolut më i mirë i shqiptarëve. Berisha përfundoi duke deklaruar se Bundestagu gjerman mbetet një partner kyç që nuk ka rënë pre skepticizmit, por që do të kërkojë me ngulm plotësimin e kushteve reale përpara çdo hapi të radhës drejt Bashkimit Evropian.